pas të gjithë hapësirën dhe pa asnjë interferim, pa asnjë presjoni apo shantazhi si këta po e quajmë vazhdimisht. Vjosa Osmani ka pasur mbështetjen e plot dhe të vazhdueshme gjatë gjithë kohës nga kryeministri Kurti dhe nga të gjithë ne deputet që e kemi përfaqësuar mazhorancën si një grupim në mes lëvizjes vetëvendosje alternativa dhe Partisë Guxha. Dhe ato deklarata së fundi që dolin me ato video, mesazhet nga ish-presidentja Vjosa Osmani, për mu kanë qenë shumë minore, ashtu sikurse ne dështojmë që të zgjedhemi kryetari i klasës dhe në klasën e tretë, edhe ne mandej mojmë inati me ata shoqet e klasës dhe dalim edhe shajmë edhe fymë me sa kemi mundësi dhe hapësirën që na u jepet. Këto videot janë fëmijërore të Osmanit. Pa dyshim që janë fëmijërore, sepse këto janë me një mlef, me inati të momentit, sepse nëse ne kemi qenë qeveri e propagandës, e shantazhit, pse ka hesht Vjosa Osmani për 5 vjet? Pse ka hesht? Pse nuk ka dalë edhe me tregu se një person unifikues si presidente e vendit, ku e përfaqëson vendin edhe brenda Republikës së Kosovës, po edhe jashtë, me të matë nam diplomatik që ka bërë, që ne e falenderojmë qoftë si deputete, po dhe qoftë si qytetare e Republikës së Kosovës, sepse ne sa më shumë që të kemi përfaqësues që e përfaqësojnë Republikën e Kosovës denjësisht, ne e përkrajmë dhe kjo është arsyeja pse ne kemi përkra vazhdimisht. Por nëse ne kthehemi dhe analizojmë deklaratat e fundit të saj, atëherë ku ka qenë Vjosa Osmani? Kjo përbjen që Vjosa Osmani është një kalkulante tipike, sepse ajo ka pasur shpresë që do t'i vazhdohet edhe një mandat. Ne e kemi dhënë edhe kontributin ton, sepse marrëveshje politike ne kemi pasur në vitin 2021. Nuk kemi pas një marrëveshje politike në vitin 2025. Le delë dhe le tregon Vjosa Osmani. Le delë thot që Albin Kurti ma ka premtu edhe një mandat si presidente. Ajo ka thënë që Albin Kurti ka thënë që je presidentja më mirë në historinë e Kosovës. Pse kjo delë edhe nuk e përfaqëson pozitën e presidentit si unifikues edhe i paanshëm dhe i vendos zgjedhjet me datën 28, sikurse po aludohet se Vjosa i ka kryer një shërbim zotërit Kurti. As si ka kryer? Po shiqo, çka nëse i ka kryer dhe çka nëse nuk i ka kryer. Ajo duhet të dalë të jap shpjegime, sepse në fund të ditës ajo ka qenë presidente dhe ne të gjithë të dimë se si është roli i presidentes së vendit. Dhe nëse e quani